Skena dhe prapaskena, nga Enver Hoxha e Mehmet Shehu te Ramiz Alia, Fatos Nano e Sali Berisha, është libri me autor profesor Lufter Gjuveli, i cili u promovua në Shkodër. Përmes kujtimeve dhe reflektimeve të tij, Gjuveli sjell dëshmi të rralla mbi marrëdhëniet e brendshme të pushtetit shqiptar nga periudha komuniste deri në vitet e tranzicionit demokratik. Libri ndalet tek figura të rëndësishme politike të 5 dekadave të fundit, duke përshkruar prapaskenat, vendimarrjet dhe zhvillimet që kanë ndikuar në historinë e Shqipërisë. Është një libër në të cilin përmes ngjarjeve të jetës time jam përpjekur që të shpjegoj dhe të qartësoj shumë gjëra të cilat në pamje të parë nuk dihen dhe nuk njihen dhe as nuk duken. Është titulli vet i librit është Skena dhe prapaskena. Në politik është si në teatr. Ke skenën, ke dhe prapaskenën. Shumica e gjërave luhen prapasken, diskutohen, mendohen dhe vendosen atje më në fund. Dhe me qenë se unë kam patur rastin dhe mundësin që në të dy epokat, si para vitit 90, ashtu dhe pas vitit 90, të jem afër, para vitit 90 jem afër këtyre ngjarjeve dhe zhvillimeve, dhe pas vitit 90 të jem edhe pjesë e qeverisjes në Shqipëri, kam mundur që të i shikoj dhe janë refleksionet e mia. Janë mendimet e mia ku jepet se si ka evoluar, si ka ndryshuar psikologjia, ndërgjegja e shoqërisë shqiptare duke dhënë veten time. Askush nuk është i pandryshueshëm. Ndryshojnë kushtet, ndryshojnë situatat, ndryshon shkalla e njohjes, ndryshon dhe ndërgjegja e njeriut, edhe qëndrimi ndaj dukurive të ndryshme. Dhe këtë kam dashur që të jap aty. Lufter Gjuveli mbetet një prej intelektualëve të shquar të botës akademike shqiptare. Ai ka mbajtur poste të rëndësishme shtetërore, si ministër i bujqësisë, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, zëvendës president i Konventës së Barcelonës, si dhe rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës.